Përshëndetje dëgjues të radios Ngjallja. Sot do të ndalemi në një temë shumë të ndjeshme dhe aktuale. Problemet e adoleshentëve në epokën e modernizimit. Jetojmë në një kohë të zhvillimeve të shpejta teknologjike, të ndryshimeve kulturore dhe të një bote që lëviz me ritme maramondse. Adoleshentët tanë rriten midis internetit, rrjeteve sociale, presionit për sukses, krizës së identitetit dhe shpesh mes mungesës së dialogut të thellë familjar. Modernizimi ka sjellë shumë të mira, por ka hapur dhe plagë të reja shpirtërore. Sot, një i ri përballet me sfida që brezat e mparshëm nuk i ka njohur në këtë formë. Izolimi shpirtëror, në mes të një bote të mbushur me lidhje virtuale, vartësia nga teknologjia, krahasimi i vazhdueshëm me imazhe të rreme të përsosmërisë, pasiguria për të ardhmen, ankthi dhe depresioni, janë bërë pjesë e realitetit të përditshëm. Shpesh, ata kërkojnë pranimin në grupe që nuk japin dashuri të vërtet, por një ndjenjë të përkohshme përkatësie. Në këtë konfuzion lind pyetja: ku e gjen adoleshenti i sotëm identitetin e tij të vërtet? Një sfidë e madhe për të rinj sot është hendeku midis tyre dhe familjes. Modernizimi ka ndryshuar ritmet e jetës, ndikimet dhe në mënyrën e komunikimit. Dhe kjo mund të krijojë tensione ose mos kuptime. Por kisha i sheh familjet si kisha e vogël, ku formohet zemra e fëmijës, kur në shtëpi ka dialog, lutje dhe dashuri. Adoleshenti krijon një siguri të brendshme që e mbron nga rreziqet e botës. Nëse mungon kjo ngrohtësi, të rinjt shpesh kërkojnë mbështetje diku tjetër, ndonjëherë në vende që nuk e ushqejnë shpirtin. Dikur adoleshentët kalonin ditët e tyre duke luajtur jashtë, duke eksploruar natyrën, duke biseduar me miqt përballë njëri tjetrit, duke gjetur mënyra të thjeshta për të kaluar kohën me gëzim dhe krijimtari. Loja ishte më shumë se argëtim. Ishte mënyra për të pasur bashkëpunim, durim, respekt dhe për të ndërtuar miqësi të forta. Familja dhe komuniteti ishin pjesë e pandashme e kësaj kohe, dhe çdo përvojë e përbashkët ndihmonte adoleshentin të rritej i fortë, i guximshëm dhe i lidhur me vlerat e jetës. Kisha ortodokse nuk e sheh modernizimin si armik, por si një sfidë që kërkon urtësi dhe dallim shpirtëror. Ajo na kujton se teknologjia është mjet, jo qëllim, se progresi pa Krishtin nuk sjell paqe të brendshme. Në themel të mësimit të saj qëndron e vërteta se njeriu nuk është vetëm trup dhe mendje, por mbi të gjitha është shpirti krijuar për bashkim me Perëndin. Kur një i ri harron këtë dimension, përshllëku shpirtëror fillon të mbushet me zhurmë, por jo me kuptim. Historia e kishës na jep shembuj të fuqishëm të rinjve që përballuan sfida të mëdha në kohët e tyre dhe gjetën dritën në Krishtin. Shëngjërshi ishte shumë i ri kur dëshmoi me guxim besimin e tij përballë persekutimeve, duke treguar se forca shpirtërore nuk matet me moshë. Shënmaria e Egjiptit kaloi një rini të trazuar, por përmes pendimit dhe kthimit të thellë tek Zoti, u bë një shembull i madh i transformimit dhe shpresës. Shënektari, edhe pse u përball me padrejtësi dhe shpifje, ruajti për ulësinë dhe dashurinë, duke u bërë udhërrëfyes për brezat e rinj që sot ndihen të refuzuar apo të keq kuptuar. Edhe në trojet tona kemi figura të shenjta që na mësojnë qëndrueshmëri dhe besim në kohë të vështira, si Shën Kozmaj i Etolis, i cili udhëtoi në përfshatra për të edukuar të rinjt në besim dhe dije, duke theksuar se pa edukim shpirtëror dhe moral, një komp humbet themelin e tij. Mesazhi i tyre është i qartë. I riu nuk duhet të ketë frikë nga koha në të cilën jeton, por duhet ta jetojë atë me Krishtin në zemër. Kisha i fton adoleshentët të mos kërkojnë vlerën e tyre në pëlqimet e rrjeteve sociale, por në faktin se janë të dashur nga Perëndia. Ajo i thret prindrit të jenë pranë fëmijëve, jo vetëm me kujdes material, por me dëgjim, përqafim dhe lutje. Ajo i fton mësuesi dhe shoqërinë të ndërtojnë ura komunikimi,
dhe jo more gjykimi, sepse problemi i adoleshentëve nuk është i tyre, është pasqyra e shoqërisë sonë. Në epokën e modernizimit, Ola, sfida më e madhe nuk është teknologjia, por humbja e kuptimit. Dhe përgjigja e kishës nuk është frika, por dashuria. Nuk është izolimi, por bashkësia. Nuk është dënimi, por pendimi dhe shpresa. Çdo i ri që ndjen errësirë në zemër, duhet të di se drita e Krishtit nuk shuhet kurrë. Në çdo kohë, në çdo epokë, Zoti thërret. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Gjithashtu, edhe Shën Johan Gojarti ka folur me shumë forcë për edukimin e fëmijëve dhe përgjegjësinë e prindërve. Ai nuk e shit edukimin thjesht si formim intelektual, por si formim të zemrës. Ai thoshte se prindrit nuk duhet të shqetësohen vetëm që fëmia të bëhet i suksesshëm në botë, por që të bëhet i virtytshëm, sepse virtyti është pasuria që nuk humbet kurrë. Në një kohë kur sot prindrit shpesh janë të përqendruar te notat, karriera, gjua e huaj, teknologjia dhe arritjet, mesazhi i tij tingëllon shumë aktual. Çfarë vlere ka suksesi nëse zemra mbetet bosh? Ai theksonte se kur një fëmijë mësohet me përulësi, me dashuri, me vetkontroll që në moshë të vogël, ai rritet i fortë përballë çdo stuhie. Dhe sa shumë stuhi përjetojnë adoleshentët sot. Presionin e shoqërisë, talljen, bullëzimin, tundimet morale, konfuzionin për identitetin. Sipas Shën Johan Gojartit, forca e vërtet nuk ndërtohet në momentin e krizës, por shumë më herët, në edukimin e heshtur të përditshëm, në lutjen familjare, në shembullin që jep prindi në jetën e tij. Ai madje e quan shtëpinë kishë të vogël, duke nënvizuar se familja është vendi i parë ku adoleshenti mëson kush është dhe çfarë vlere ka. Po ashtu, Shën Vasili i Madh fliste për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen, si shtylla të formimit të të rinjve. Në një epokë moderne, ku çdo gjë ofrohet me një herë, ku dëshirat plotësohen me një klikim, ku durimi duket si diçka e vjetëruar, mësimi i tij bëhet edhe më i rëndësishëm. Ai e shinte vetkontrollin jo si kufizim të lirisë, por si mbrojtje të saj. Sepse ai që nuk di të thotë jo ndaj vetes, bëhet lehtësisht slav i pasioneve, i varësive, i impulsit të momentit. Sa shumë lidhet kjo me realitetin e sotëm. Varësia nga rrjetet sociale, nga lojrat, nga konsumizmi. Të gjitha këto janë forma ku mungesa e disiplinës së brendshme e bën të riun të ndihet i lirë në sipërfaqe, por i robëruar në thellësi. Shën Vasili i Madh mësonte se zgjedhjet e vogla të përditshme ndërtojnë karakterin. Një i ri që mëson të kontrollojë zemërimin, dëshirën, krenarin, bëhet i fortë jo vetëm shpirtërisht, por edhe psikologjikisht. Të dy këta etër të mëdhenj të kishës na kujtojnë se rinia është kohë formimi, jo eksperimentimi. Modernizimi mund të ndryshojë mjetet dhe rrethanat, por natyra e zemrës njerëzore mbetet e njëjtë. Adoleshenti ka nevojë për dashuri, për udhëzim, për kufi të shëndetshëm dhe për shembuj të gjallë. Kisha nuk i dënon të rinë për dobësitë e tyre, por i udhëzon me urtësinë e shekujve. Ajo na mëson se edukimi i vërtet fillon nga brenda, se virtyti është mburoja më e fortë përballë botës moderne, dhe se një zemër e formuar në Krishtin mund të përballojë çdo epokë. Qoftë ajo edhe me drazuar se e jona. Kështu fjala e etërve të kishës bëhet jo thjesht histori, por dritë konkrete për adoleshentët e sotëm dhe për familjet tona. Në epokën e modernizimit, liria shpesh paraqitet si mundësia për të bërë çdo gjë pa pengesa, për të provuar gjithçka, për të mos pasur asnjë kufizim. Por kisha na mëson se liria e vërtet nuk është mungesa e kufive, por aftësia për të zgjedhur të mirën. Një i ri që ndjek çdo dëshirë të momentit mund të duket i lirë, por në të vërtetë mund të bëhet rob i pasioneve të tij. Ndërsa ai që mëson të vendos kufi të shëndetshëm, që di të thot jo kur diçka e dëmton shpirtin dhe dinjitetin e tij, është ai që jeton lirinë e vërtet. Sot tundimet janë më të shumta dhe më të arritshme se kurrë. Interneti ofron gjithçka pa filtr.
Shoqëria shpesh normalizon sjellje që dëmtojnë shpirtin. Presioni për të përshtatur është i madh. Një adoleshent mund të ndjehet i detyruar të ndjek rrjedhën vetëm për të mos mbetur jashtë grupit. Pikërisht këtu, kisha ofron një perspektivë të thellë. Vlera jote nuk përcaktohet nga pranimi i turmës, por nga fakti që je krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis. Kur i riu e kupton këtë, ai fillon të ndërtojë kufi jo nga frika, por nga vetë respekti. Një nga gjërat më të rëndësishme në këtë periudhë të jetës është miqësia e shëndetshme. Shoqëria që zgjidhni ka ndikim të madh mbi mënyrën se si ndiheni, si mendoni dhe si silleni. Miqtë që ju mbështesin, ju inkurajojnë të bëni zgjedhje të mira dhe ju ndihmojnë të rriteni shpirtërisht dhe emocionalisht janë të çmuar. Ata nuk ju shtyn drejt undimeve apo gjërave që e dëmtojnë shpirtin tuaj. Përkundrazi, ju shndrojnë pranë kur keni nevojë për këshill, kur ndjeheni të humbur ose të pasigurt. Shoqëria e mirë është një mbështetje e fortë. Ju mban të qëndrueshëm përballë stuhive të jetës. Ju ndihmon të ecni drejt së mirës dhe ju mëson të respektoni dhe të dashuroni të tjerët. Është shumë e rëndësishme që të kuptoni se nuk duhet të kërkoni gjithmonë të përshtateni ose të bëheni si të tjerët, por të zgjidhni miq që ju frymëzojnë, ju kuptojnë dhe ju ndihmojnë të rriteni si njerëz dhe si besimtar. Në një botë ku shpesh shihet që gjithçka matet me pamje, sukses apo popularitet, miqësia e vërtet është ajo që ju mban të lidhur me vlerat e rëndësishme: respektin, dashurinë, besimin dhe virtytin. Kur rrethoheni me njerëz të tillë, edhe sfidat duken më të lehta për të përballuar, dhe zemra juaj qëndron e fortë dhe e qetë. Ola, dhe lutja personale dhe e thjesht me fjalë spontane nga zemra e ndihmon adoleshentin të mos ndihet vetëm në betejat e tij të brendshme. Rrëfimi nuk është turp, por çlirim. Është momenti kur ai mëson të përballet me dobësitë pa u dënuar, por duke u shëruar. Pjesëmarrja në jetën e kishës, në liturgji, në aktivitetet rinore, krijon ndjesinë e përkatësisë së shëndetshme, ndryshe nga grupet që e tërheqin drejt shkatrimit. Shëmpaisi fliste shpesh për të rinjt me shumë dashuri. Ai theksonte se Zoti nuk kërkon përsosmëri të menjëhershme, por përpjekje të sinqertë. Ai këshillonte kur një iri bie në gabim të mos të shpërohet, sepse dëshpërimi është arma më e fortë e së keqes. Në vend të kësaj, ai duhet të ngrihet përsëri me besim dhe shpresë, duke e ditur se Zoti sheh zemrën dhe jo vetëm rënien. Kisha nuk është institucion ndalimesh, por hapësirë shërimi. Ajo nuk i vendos kufin për të kufizuar jetën, por për ta mbrojtur atë. Ashtu si prindi që i thot fëmijës të mos prek zjarrin, jo për ta privuar nga përvoja, por për ta ruajtur nga djegja. Në epokën e modernizimit, një nga sfidat më të mëdha për adoleshentët është hendeku që krijohet mes tyre dhe familjes. Ata jetojnë në një botë digjitale me ritme të shpejta dhe ndikime të shumta, ndërsa prindrit shpesh janë rritur në një realitet krejt tjetër. Kjo sjell moskuptime, heshtje edhe ndonjëherë largësi emocionale. Por kisha na kujton se familja është kisha e vogël, vendi ku formohet zemra e fëmijës. Kur në shtëpi ka dialog, lutje edhe dashuri të sinqertë, adoleshenti krijon një siguri të brendshme, që e mbron nga shumë rreziqe të botës së jashtme. Shumë të rinj sot përballen me plagë të heshtura, ndjenjën e pavlefshmërisë, frikën nga dështimi, krahasimin e vazhdueshëm me imazhet perfekte që shohin në rrjetet sociale. Por vlera e tyre nuk matet me pamjen, suksesin apo pranimin nga të tjerët. Vlera e tyre qëndron në faktin se janë krijuar sipas shëmbëltyrës së Perëndis, të dashur dhe të çmuar në sytë e tij. Kisha nuk është vend gjykimi, por shërimi. Ajo u kujton të rinjve se dobësia nuk është turp, por mundësi për të ngritur më të fortë. Përmes lutjes, rrëfimit, pjesëmarrjes në jetën e komunitetit dhe shërbimit ndaj të tjerëve, adoleshenti gjen kuptim dhe përkatësi të shëndetshme. Në një botë plot zhurmë dhe pasiguri, ai mund të gjejë paqe dhe drejtim. Një udhërrëfim shumë i rëndësishëm për të rinjt në epokën e modernizimit
janë këshillat shpirtërore, që i ndihmojnë të rriten me forcë dhe paqe të brendshme. Rrëfimi është një hapje guximshëm, ku zemra gjen çlirim dhe forcë për të vazhduar, ndërsa kungimi na bashkon më thellë me Krishtin dhe na mbush me paqe. Lutja personale, edhe e shkurtër dhe e thjeshtë, është si një takim i përditshëm me Zotin, ku mund të dëgjosh zërin e Tij dhe të marrësh dritë për vendimet e jetës. Leximi i shkrimit të shenjtë ndriçon mendjen dhe zemrën, duke u bërë udhërfyes i besueshëm në çdo sfidë. Pjesëmarrja në jetën e komunitetit të kishës krijon ndjenjën e përkatësisë, mbështet adoleshentin dhe e mban larg bashllëkut dhe ndjenjën së izolimit. Shumë pajisi është shumë frymëzues. Ai këshillonte të rinjt që përpara çdo vendimi të madh të lutën me thjeshtësi dhe të kërkojnë dritë nga Zoti, sepse zemra e pastër e kupton më qartë rrugën që duhet ndjekur. Ky mesazh është një kujtesë e bukur për të rinj. Përpara se të dëgjojmë zërat e shumë të botës, le të dëgjojmë zërin e qetë të Zotit brenda zemrës sonë, që na udhëheq drejt së mirës dhe lumturisë së vërtetë. Kisha është një spital shpirtëror, ku çdo zemër e lënduar mund të gjejë shërim. Është vendi ku mund të hapësh zemrën dhe të rrëfesh dyshimet, frikrat dhe lodhjet e tua, pa frikë se do të gjykohesh. Është vendi ku mund të ndjesh se dikush të kupton, të mbështet dhe të udhëheq me dashuri. Kisha dhe Krishti janë gjithmonë pranë teje, duke të kujtuar se nuk je kur vetëm dhe se çdo plagë shpirtërore mund të shërohet. Mesazhi është i qartë. Nuk ka turp të kesh dobësi, të bësh gabime apo të ndihesh i dobët përballë sfidave. Çdo i ri përballet me stuhitë e jetës, me vështirësitë e rritjes dhe me tundimet e botës moderne. Por Zoti është gjithmonë me ty, dhe dashuria e Tij nuk shuhet kurrë. Çdo hap që bën drejt Tij, çdo përpjekje për të zgjedhur të mirën dhe për të qëndruar i ndershëm me veten, është një hap drejt forcës dhe lumturisë së vërtetë. Të dashur të rinj, dëgjoni zemrën tuaj dhe besoni në forcën që ju ka dhënë Zoti. Mos kini frikë nga gabimet apo dobësitë, sepse ato nuk ju përcaktojnë. Ato janë hapa në rrugën tuaj drejt rritjes dhe përforcimit shpirtëror. Çdo sfidë që përballoni, çdo stuhi që duket e madhe, mund të kalojë, nëse keni besim, lutje edhe dashuri në zemër. Mbani pranë familjen, miqtë e vërtet dhe komunitetin e kishës, sepse ata janë mbështetja që ju ndihmon të ecni përpara. Mos harroni të luteni çdo ditë, të rrofeheni me sinqeritet, të merrni pjesë në jetën e kishës dhe të lexoni fjalën e Perëndisë. Në këtë mënyrë, zemra juaj do të ndriçohet, mendja do të qetësohet dhe shpirti do të gjejë paqe. Kisha është gjithmonë pranë jush, si një vend i sigurt ku mund të gjeni shërim dhe ngushëllim. Dhe mbi të gjitha mos harroni. Zoti ju do, gjithmonë me dashuri pafund. Esni përpara me guxim, me shpresë dhe me besim, sepse çdo ditë është një mundësi e re për të zgjedhur të mirën, për të rritur zemrën dhe për të ndriçuar botën me dashurinë tuaj. Të dashur dëgjues, duam të ndajmë me ju një njoftim për të gjithë të rinjt. Ju ftojmë të bashkoheni në aktivitetet tona javore te Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Ditën e hënë, në orën 18, kemi studimin biblik. Një orë për të mësuar, diskutuar dhe reflektuar mbi shkrimin e shenjtë. Një hap drejt thellimit të besimit ton. Ditën e enjte, në orën 18, kemi ftesë me temë shpirtërore. Ku çdo të enjte, kemi të ftuar special që flasin për përvoja personale dhe çështje shpirtërore. Dhe ditën e diel, ashtu sikurse është bërë tradit, pas liturgjisë hynore, takohemi në sallën e rinisë për biseda, aktivitete që ndërtojnë lidhje shpirtërore dhe misi të reja. Të gjithë të rinj janë të mirëpritur. Mos u humbisni mundësinë për të rritur besimin dhe për të njohur miq të rinj. Faleminderit që ishit sot me ne, bashkë mirupafshim. Me shpresë të vërtet për shpëtim, atje ka paqe dhe qetësi, me shpresë të vërtet